Policia rrugore e Korçës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset rrugore të qarku duke synuar për ndalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore. Gjatë 24 orëve të fundit, në kuadër të një operacioni të gjerë monitorimi, janë vendosur 275 gjoba ndaj drejtuesve të mjeteve që kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë 24 orëve të fundit janë vendosur 83 gjoba për qarkullime shpejtësi të normave të lejuara, 54 gjoba për parakalime të gabuara, 20 gjoba për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 18 gjoba për mosvendosje të rripit të sigurimit, 39 gjoba për parkime të gabuara, 61 gjoba për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore e Korçës vijon të jetë e pranishme 24/7 në të gjitha akset rrugore, duke përdorur pajisjet logjistikës bashkëkohore për evidentimin e shkeljes që përbën burim aksidenti apo pengon qarkullimin normal. Policia apelon ndaj drejtuesve të mjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parkalimet e gabuara, përdorimin e celularit gjatë drejtimit dhe drejtimin e mjetit në gjendje të dehur. Gjithashtu, ftojnë qytetarët të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112. Kontrollet do të vazhdojnë në mënyrë intensive në të gjitha rrugët urbane, interurbane dhe rurale, me qëllim garantimin e sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve.